Sonte në mbrëmjen kombëtare shqiptare futbollit do të zbresë në fushë në Andorra për sfidën e parafundit të grupit K. Një fitore ndaj Andorrës e kombinuar me humbjen e Serbisë do t'i siguronte zyrtarisht Shqipërisë vendin e dytë. Kjo do të jetë përballja e nëntë në histori mes Shqipërisë dhe Andorrës. Kuqezi që renditën në vendin e 61 në renditjen e FIFA-s, duke gjetur me 5 pozicione pa sukses në Beograd, ndërkohë që Andorra ndodh në vendin 172. Në 8 sfidat e mëparshme, Shqipëria ka arritur 6 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje. Sfida e parë është luajtur me 6 shkurt të vitit 2000 në Maltë, ku kuqezit fituan 3-0 me golet e Dalipit, Rudi Vatës dhe Johan Drizës. Andorra mori fitoren e saj të parë dhe të vetme me 17 prill të vitit 2002, 2-0. Ndeshja më e veçantë ishte barazimi 2-2 në Elbasan Arena në nëntor të vitit 2019. Prej asaj kohe, Shqipëria ka regjistruar 3 fitore radhëzi, duke përfshirë të triumfi 3-0 me 24 mars 2024 në kualifikuesat aktuale të botrorit. Në total, kuqezit kanë realizuar 14 gola dhe kanë pësuar vetëm 4 ndaj Andorrës.